pak minuta më parë. Voglushi i cili ishte raportuar i zhdukur e më pas ishte gjetur në gadimet të Lipjanit prej nga dhe vjen, ka ndëruar jetë në QKUK. Atje ndodhet tashmë edhe kolega Vesa Hoda, e cila do të sjellë informacionet më të fundit lidhur me këtë rast tragjik që ka ndodhur në momentet krejt të fundit të kësaj nate. Në mbrëma Vesa, si është gjendja në emergjencën e QKUK-s, çka dije deri tash? Po, mirë mbrëma edhe për juve, po larmojmë këtu nga emergjenca e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku para pak minutash edhe u konstatua vdekja e të miturit me iniciale Z.Z nga fshati Gadime Ullët e Lipjanit. Fillimisht i mituri është shpallur i zhdukur nga familjarët e tij, të cilët thanë që pas orëve mësimore ai nuk është kthyer në shtëpi. Ende nuk dihet se nëse ai ka qenë vetëm apo me dikë, pasi edhe familjarët nuk e dinë këtë gjë. Fillimisht për kërkimin e tij dolën familjarët, bashkëfshatarët e tij, por më pas në vend ngjarje shkuan edhe ekipët e kërkim shpëtimit, çka edhe rezultuan me gjetjen e të miturit në një lumë të këtij fshati. Me ardhjen tonë këtu biseduam edhe me drejtorin e emergjencës, çka na tha që i mituri këtu është sjellur me pak puls, por që pavarësisht tentimeve të tyre, ai nuk arriti të mbijetojë, çka edhe konstatuan vdekjen. Për momentin, trupi është ende brenda emergjencës dhe ne kemi takuar edhe familjarët, por që gjendja e tyre është e rëndë. Sigurisht Vesa, krejt e kuptueshme në rastet të tilla kaq tragjike. Faleminderit ty për të gjitha informacionet që na solle lidhur me këtë rast të rënd, shkodran të orëve të fundit të mbrëmjes së sotme. Rast shumë i rënd patjetër, por që ishte një mobilizim shumë i madh i qytetarëve dhe i grupeve të kërkim shpëtimi.